Një burr i armatosur depërtoi përmes sigurimit në një galambrëmje, ku po merrte pjesë presidenti amerikan Donald Trump, duke shkaktuar panik derisa agentët e sigurisë e kapën dhe arrestuan, si dhe e larguan sigurt presidentin nga salla e hotelit. Policia tha se një 31 vjeçar nga Kalifornia u arrestua natën e 25 prillit, pasi qëlloi me armë ngjall ndaj një agenti të shërbimit sekret në një pikë kontrolli në hotelin Washington Hilton. Agentët e shërbimit sekret e nxorën me shpejtësi Trumpin nga salla. Të ftuarit me kostume elegante dhe fustane u pan duke u fshehur nën tavolina në ato çaste udhimi të madh. Sipas ushtruesit të detyrës së prokurorit të përgjithshëm Todd Blanche, besohet se burri kishte në shënjestër Trumpin dhe zyrtar të tjerë të administratës që ndodheshin në eventin formal. Në këtë ngjarje po merrnin pjesë 10 gazetarë nga Washingtoni, drejtues biznesesh dhe figura të tjera politike. Duket se ai kishte në shënjestër persona që punojnë në administratë, me gjaz duke përfshirë edhe presidentin, tha Blanche për NBC News. Incidenti ndodhi pak para se Trump të mbante fjalimin e tij kryesor në darkën e shoqatës së korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, një event i rëndësishëm në kalendarin politik dhe mediatik të Washingtonit. U dëgjuan disa krisma të forta të ndjekura nga thirrje, ka të shtëna, gjë që shkaktoi panik të përkohshëm në të gjithë sallën. Derisa policia e rrethoi hotelin, helikopterët fluturonin mbi të dhe njësitë taktike siguruan perimetrin. Në një deklaratë në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se i dyshuari ishte i armatosur me disa armë dhe se të paktën një oficer policie u qellua, por shpëtoi falje lekut antiplumb. Nuk u qellua ndaj burrit të armatosur i cili arriti të kalojë 2 pika kontrolli para se të arrestohej. Shefi i përkohshëm i policisë së Washingtonit, Jeffrey Carroll, u tha gazetarëve se i dyshuari ishte i armatosur me një armë gjahu, një pistolet dhe disa thika, dhe nuk ishte i njohur për policinë e qytetit. Ai u qellua nga një distancë shumë e afërt me një armë shumë të fuqishme, por jeleku e kreu punën e vet, tha Trump, duke e përshkruar gjendjen e oficerit si stabile dhe me gjendje të mirë shpirtërore. Zëdhënësi i shërbimit sekret tha më vonë se oficeri ishte liruar nga spitali. Në intervistën e tij për NBC News, Blanche tha se i dyshuari udhtoi nga Kalifornia në Chicago dhe më pas në Washington, ku u regjistrua si mysafir në hotelin Washington Hilton. Zyrtarët thanë se një hetim është duke u zhvilluar dhe se agent federal që po i marrin në pyetje dëshmitar dhe po kontrollojnë banesën e të dyshuarit në jug të Los Angelesit. Trump tha se autoritetet besojnë që i dyshuari veproi i vetëm dhe se nuk ka shenja të menjëhershme për ndonjë komplot më të gjerë apo lidhje të huaja. Zyrtarët thanë se i dyshuari pritet të paraqitet në gjykatë më 27 prill për t'u përballur me akuza për armbajtje dhe sulm. Trump u ka mbijetuar më parë tentativave për atentat, përfshirë një atentati gjatë një tubimi të fushatës në Pensilvani në vitin 2024.